Ky është një moment I veçantë për mua. Po vjen drejt fundit një aventurë, një udhëtim 3 vjeçar në drejtim të departamentit Brain Gain. Gjatë këtyre viteve më janë bërë shpesh pyetje, më janë komunikuar mendime, propozime, por edhe shqetësime dhe kritika. Kam bërë çmos që tu përgjigjem, por sigurisht pa javitur gjithmonë. Departamenti Brain Gain të roqi drejt vetes dashamirësi, keqkuptime, admirim, xhelozi, një koktejl ndjenjash të ndryshme dhe ndonjëherë fort të çuditshme. Sot është ndoshta momenti më I mirë për të qartësuar pyetjet kryesore, për të dhënë një përgjigje nëpërmjet videove të shkurtra në formatin e podcast. E di që vektori podcastit nuk është diçka origjinale, aq në mod janë sot, por duhet pranuar që është bërë gjithmonë më e vështirë të lexohen artikujt dhe eset. Ky rrëfim do të jetë një rrëfim intim I aventurës Brain Gain, një bilans dhe pse jo, një trashëgimi. Një rrëfim për atë çfarë ka qenë departamenti Brain Gain, atë çfarë është sot, e ndërsa ajo çfarë do të jetë nesër mbetet akoma për të shkruar. Këto video janë historia jone, imja e bashkëudhëtarëve të mi, e hapur dhe e sinqert. Për më shumë ju ftoj të ndiqni epizodet në ditën në vijim.